Disa ditës që të dilje super i zgjuar. Sikur po shtihesh atje ashtu. Loredana, duke biseduar me Jozin, i ka rrëfyer se dikur e pëlqente shumë për disa arsye të veçanta. Ajo e kishte admiruar mënyrën se si ai e bënte për të qeshur dhe faktin që nuk ishte xheloz apo kontrollues. Në mendjen e saj kishte imagjinuar si një njeri të sinqert dhe të mençur, por tashmë ndjen se është zgënjur. Me një ton ironik, ajo shprehet se ndoshta kishte postuar një tronditje të madhe para se të hynte në këtë situatë, sepse ndryshe nuk e shpjegonte se si kishte besuar aq shumë tek ai. Loredana e pranon se ka pritur shumë nga Jozi, duke e menduar ndryshe nga çfarë ishte realisht. Në fillim kishte qenë emocionuar dhe kishte pasur shpresa të mëdha për të, por tani e shikon me një tjetër këndvështrim. Ajo përdori një shprehje popullore për të treguar zhgënjimin e saj. Prit gomar të mbi bar, që nënkupton se ajo ka pritur gjatë për një ndryshim që kurrë nuk ndodhi. Në fund, me një ton të qetë dhe të çliruar, ajo thot se dikur kishte qarë për këtë situatë, por tani nuk i mbetet gjë tjetër, veç se të qesh. Duket se Loredana ka kaluar nga një fazë e përjetimit emocional dhe zhgënjimit në një fazë pranimi dhe ironie. Ajo nuk e merr më aq seriozisht atë që ka ndodhur dhe e trajton me humor, duke e parë situatën nga një këndvështrim më i pjekur dhe më pak emocional. Kjo tregon një lloj çlirimi nga pritshmëritë e saj të mëparshme dhe një pranim të realitetit ashtu siç është.